Po këto janë punë kalamajshme, se unë pres nga këta që të japin një frymë të re, dhe minimalisht, fryma re që do të thotë, të bëhemi bashkë, të bëhen bashkë për të vënë popullin mbi ambicjet e tyre, mbi ekot e tyre, se populli nuk dyshonte se ne ishim jo profesionistë. Populli dinte që ne jemi profesionist, të arir, profesionalist, njerëz me integritet, s'kemi pas në një pushtet, nuk kemi njolla. I dinte gjitha këto populli. Po populli nuk dinte a ishim të pjekur mjaftueshëm apo jo. Dhe populli pa që si ishim të pjekur mjaftueshëm. Dhe kur populli pa që ky po shef hallën e vet, ky po shef hallën e vet, ky po shef hallën e vet, po shoh dhe unë hallin tim tha. Edhe tha pyeti, një sekond. Se do vite vetja. Dhe tha, më fal, sa është vota, sa e shet votën ti, tha këtij tjetrit, që rritet këtu nga mbrapa, 100 euro. Po mirë, se po shoh dhe unë hallin tim. Më kupton, këta po shohin gjithë hallin e vet. Tani kush ishte kontributi që unë mundova ta parandaloj, sepse këtë kam përmendur 100 herë. Dhe ju thoja gjithmonë, ore populli po na shef sa të pjekur jemi, sepse populli nuk do të zëvendësoj deri në thes. Qor për qor e kam në bord ai. Pra në qoftë se do më duhet një si ç'është ky, po e kam Ramon. Pra këta që shohin hallin e vet e kam unë këta. A jeni ju të pjekur mjaftueshëm për të lënë veten tuaj? Egot, ambicjet, njërën tjetrën, dhe të vjeni të bëni gjithë bashkë. E më pastaj, po, ndahuni më mbrapa, po bëni një bashkë në një front kundër të vjetrës. Ata e pajtin nëse kishim të. E po ju që keni kalamajta. Ikni merrni nga një mandat sa për ta provuar, sa për ta shijuar dhe kaq. Pra kjo është ajo që ndodhi, dhe nuk ndodhi, patjetër Partia Demokratike ka fajet më të mëdha. Sepse unë kam thënë që nuk vjen në pushtet me Sali Berishën, bëjmë sa duash zgjedhje. Kur doni ju, ditën, natën, verë, behat, dimër, kur duash. Nuk vjen Sali Berisha në pushtet. Në këtë vend. Ç'duhet ta kuptojë Partia Demokratike?